Selam aleikum hoj. A është e vërtet se nëse I fal vetëm namazet farze, nuk të quhet namaz, pra nuk pranohet si namaz. Aleikum selam, rahmetullah. Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Mos e shtrëngoni fen, aq sa nuk e ka shtrëngu as Zoti, as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jo. Feja është e lehtë. Nëse falet farze, e ke kry obligimin. Sevapin e ki taman. Nëse I shtohet suneti, të shtohet sevapi. Po nuk do më thonë që s'pranohet farze. Farze është në rregull. Pastaj shtohet edhe sevap ma shumë, sepse sunetet nuk janë obligim. Edhe nuk kujtëzohet pranimi I farzet me sunet. A është ma mirë me fal sunetin? Normal që është ma mirë. Po nuk themi që është kusht për me fal farzin, me fal sunetin. Abdesi është kusht. Veshja rrobave është kusht. Kthimi ka kibla, hyrja kohës namazit, këto janë kushte për me të pranu farzin, nëse nuk plotësohen këto, nuk të pranohet.